Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Do habiteni kur të mësoni çfarë ndodh në trupin tuaj kur pini kafe turke. Kafja në mëngjes për shumë kënd është ai eliksir që i ndihmon njerëzit të zgjohen nga gjumi dhe të marrin gjithë dozën e nevojshme të energjisë për të përballuar ditën, por duket se kafja e zezë, kafja turke, shkon përtej kënaqësisë së shqisave, duke sjellë kështu përfitime shëndetësore. Kafeina në kafe janë një stimulues i sistemit nervor qendror, duke përshpejtuar gjithashtu gjithçka në trup dhe në tru. Sipas shoqatës amerikane të mjekësisë, ajo gjithashtu rrit nivelet tuaja të energjisë dhe nga ana tjetër ulën ndjenjat e lodhjes, thotë Lisa Young, dietologe në New York. Por cilat janë përfitimet e vërteta? Sipas USA Department of Agriculture, një kafe turke e përgatitur me ujë përmban 2 kalori, 0 gram yndyrë, 0,3 gram proteina, 95 mg kafein dhe 116 mg kalium, 4 mg natrium. Kafeja e zezë nuk ka karbohidrate, kolesterol apo fibra, ajo përmban pak kalcium, magnez, fosfor dhe folate. Përfitimet e kafes së zezë. Kokrat e kafes kanë më shumë se 100 përbërës biologjikisht aktiv, duke përfshirë edhe antioksidant tepër të fuqishëm. Të gjitha këto ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit, përmirësimin e ndjeshmërisë ndaj insulinës, forcimin e metabolizmit, pengojnë thithjen e yndyrës nga zorrë dhe bllokojnë receptorët e përfshirë me ritme jo normale të zemrës, sipas një studimi të prezantuar në American College of Cardiology 2 vite më parë. Shëndeti i zemrës. 2 deri në 3 filxhan kafe në ditë ndikojnë në jetëgjatësinë tuaj dhe një rrezik më të ulët të sëmundjeve të zemrës dhe gjithashtu të problemeve të ritmit të këtij organi. Njerëzit që pinë 1,5 deri në 3,5 filxhan kafe në ditë pa shtuar sheqer kanë 16% deri në 21% më pak gjasa që të vdesin sesa njerëzit të cilët nuk pinë kafe fare. Gjithashtu duhet të keni parasysh se mundet që të shkaktojë edhe humbje peshe. Konsumimi i moderuar i kafes me kafein mundet gjithashtu që të vlejë edhe në strategjinë e menaxhimit të peshës sepse kafja ul kolesterolin dhe gjithashtu ndikon në metabolizmin tuaj. Shëndeti i trurit. Një studim i vitit 2021 zbuloi se njerëzit që pinin 4 deri në 6 filxhan kafe në ditë kishin mundësi më të pakta të goditjes në tru dhe të demencës. Kafja përmirëson humorin. Në doza të ulta, kafja mundet që të kenë ndikim edhe në çështjen e depresionit. Kjo për shkak se kafeina stimulon gjithashtu dopaminën, një kimikal i cili në tru luan gjithashtu rol edhe në motivimin e kënaqësisë dhe të humorit të mirë. Mirë po cilët nuk duhet të konsumojnë kafe turke dhe çfarë u shkakton ajo në organizëm. Tashmë ne e dim se kafja ka vlera tepër të pazëvendësueshme për sa i përket shëndetit ton. Në këto video, ne kemi paraqitur shpeshherë efektet e saj në shëndetin e organizmit në tërësi dhe në parandalimin e shumë sëmundjeve të trashëgueshme. Kafeja ka mira minerale të ndryshme të cilat gjithashtu ndikojnë në përmirësimin e shëndetit ton. Por, a e kishit menduar ndonjëherë se cila kafe është më e shëndetshme? Në shtëpitë tona, kafja turke është një nga shoqërueset e përditshmërisë. Vetëm kur jeni në lëvizje, duhet të mjaftoheni me kafe ekspres. Madje, askujt nuk i ka shkuar në mendje për të zëvendësuar kafen turke me ndonjë lloj tjetër. E keni menduar ndonjëherë në qoftë se ju merrni të njëjtat vlera kur pini kafe ekspres si edhe kur pini kafe turke? E vërteta është se jo të gjitha llojet e kafes kanë të njëjtat vlera.
Ndryshimet mes kafes turke dhe asaj ekspres. Kafja turke është ajo që ka përqendrimin më të lartë të vlerave të bimës së kafes, pasi përgatitja e saj ka një hap, bluarjen e kokrave të pjekura të kafes dhe zjerja e tyre me ujë, ndërsa kafeja ekspres kalon në disa procese të tjera. Ndryshimi i parë është koha e pjekjes së kokrave të kafes. Kokrat e kafes piqen më gjatë dhe më pas shtypen dhe siten për të prodhuar kokriza në madhësinë e rërës. Më pas, përgatitja në makinetat e ekspresit bën të mundur largimin e dy mineraleve që ndodhen tek kafeja, kafestoli dhe kaoliani, dy mineralet yndyrore të cilat gjenden tek bima e kafes, të cilat janë po aq të rëndësishme sa dhe antioksidantët. Kush nuk duhet të konsumojë kafe turke? Për njerëzit që vuajnë nga kolesteroli i lartë apo që kanë në familjen e tyre raste të sëmundjeve të zemrës, këto dy minerale janë vërtet të dëmshme. Studimet të fundit kanë vërtetuar se këto dy substanca tek persona të cilët vuajnë nga kolesteroli i lartë rrisin dukshëm rrezikun e bllokimit të arterieve, duke përkeqësuar edhe shëndetin e zemrës, pasi ajo nuk furnizohet me gjakun e nevojshëm. Pirja e kafes turke te këta persona rrit dukshëm nivelin e kolesterolit me 10%. Duke qenë se kafja turke përmban 7.2 mg të kafestolit dhe 5.4 të kaolianit, ndërkohë që kafja ekspres përmban vetëm 1 mg nga secila substancë. Kjo për ekspertët është një e dhënë e dobishme, pasi tregon se njerëzit të cilët vuajnë nga kolesteroli duhet të konsumojnë më shumë kafen ekspres. Për njerëzit të cilët nuk kanë probleme, kafja turke nuk përbën asnjë rrezik. Kafja turke është e famshme në të gjithë botën, jo vetëm për shijen dhe stilin e veçantë të përgatitjes, por edhe aftësinë për të treguar të ardhmen për ata që besojnë rrëfenjat e saj. Nëse në botë besohet se dashuria kalon në stomaku në perandorinë otomane dhe në Turqinë e ditëve të sotme dashuria kalon në filxhanin e kafes. Në kohën e sultanëve hire dhe aftësia e bërjes së kafes ishin çelësi i suksesit për humor të mirë. Mjeshtëria në përgatitjen e kafes turke. Bluarja e kafes. Kafja e bluar e freskët është çelësi i suksesit të një filxhani të shijshëm. Zakonisht anvisat mbajnë në shtëpi mulli i kafeje të përmasave të vogla për të prodhuar kafen pluhur njësoj si kakaoja. Sasitë e mëdha duhen ruajtur në një enë çelçi të mbyllur hermetikisht. Servirja. Servirja është një aspekt i rëndësishëm i shijimit të kafes turke. Ajo serviret në filxhan më të vegjël se ajo e kafes espresso. Çdo anvis e di sa lezaton kafja turke e servir në filxhan të bukur dhe të hijshëm. Xhezvja. Xhezvja duhet të jetë prej bakri ose inoksi. Sheqeri. Ekspertët thonë se sheqeri duhet hedhur në fillim të përgatitjes së kafes. Kjo është edhe arsyeja pse pyetja e parë që bëhet në procesin e kafes është sa e ëmbël duhet të jetë ajo. Anvisat shqiptare e pinë kafen të mesme, që do të thotë me një sasi mesatare sheqeri. Kjo sasi përkthehet në 1 ose 2 kubik sheqeri ose një lugë gjysmë çaji me sheqer. Ujë. Filxhani ku do të serviret kafja përdoret si një njësi matëse për ujin. Nëse do të përgatisni 2 filxhan kafe, atëherë në xhezve duhet të hidhni 2 filxhan me ujë. Një filxhan ujë kërkon një lugë druri kafeje me pluhurin e sapo bluar. Ekspertët rekomandojnë lugën e drurit sepse ajo metalike ndikojnë në shijen e kafes. Kafja nuk duhet të përzihet kur hidhet në xhezve. Ajo duhet lënë të tretet vetë në ujë. Më pas shtohet sheqeri në varësi të ëmbëlsisë që dëshironi. Kafja duhet zirë në një temperaturë të ulët dhe për këtë kërkon kohë dhe durim. Kafes i duhet qëndruar mbi kokë, por nuk duhet përzierë. Me kalimin e sekondave, sheqeri dhe kafja do të shkrihen me njëri tjetrin. Kur kafja nis të formohet, mund t'i jepni një përzierje të lehtë me lugë druri, por pa shpërqendruar bulcat. Shtresën e parë të kafes të vluar mund ta hidhni menjëherë në filxhan dhe më pas të xhezven ta ktheni sërish në zjarr. Me valën e 2 dhe të 3, kafja do të ketë një shije fantastike dhe servirja do të jetë e denjë si për një sultanesh. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.
Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.